Sipas statistikave të Ministrisë së Bujqësisë, vetëm 3 kompani private, Stone Castle, Illyrian Wine Biopak dhe Bodrumi i Vjetër me Sunny Hill, që janë kompani si motra, përbëjnë 89% të tregut të verës. Sipas statistikave të publikuara në raportin e gjelbër, në vitin 2022, kompania Stone Castle, Vineyards and Winery, kishte prodhuar 3.5 milion litra verë, apo 45% të verës në Kosovë atë vit. 2.1 milion litra verë kishte prodhuar Bodrumi i Vjetër bashkë me Sunny Hill si kompani si motër, apo 26.8% të verës në Kosovë atë vit, ndërsa Biopak Illyrian Wine kishte prodhuar 1.3 milion litra verë. Të 3 kompanitë së bashku kanë prodhuar 7 milion litra verë nga 7.8 milion litra verë sa u prodhuan gjithsej, ndërsa 32 kompani tjera në Kosovë prodhojnë vetëm 800.000 litra në total, apo 11% të verës në total. Rrjedhimisht, këto 3 kompani e blejnë shumicën absolute të rrushit nga 2.694 vreshtar me çmim përafërsisht të njëjtë. Betimi për drejtësi lidhur me pozitën dominuese në treg që kanë kompanitë për përpunimin e verës e ka kontaktuar shoqatën e vërtarëve Enologjia. Kryetari i shoqatës Rushdi Haxhijaha priti ekipin e betimit për drejtësi në takim, megjithatë nuk pranoi të intervistohej. Por në një përgjigje përmes telefonit, Rushdi Haxhijaha konfirmoi se kompanitë e prodhimit të verës koordinohen për çmimin me të cilin u ablejnë rrushin fermerëve. Koordinimi është në bazë të çmimit të rregull që paguhet, domethënë, si mberë është ajo, kupton, dhe secili tash i ka xhirit vetë me pagu më shumë më pak që çdo, domethënë nuk ka aty, kupton, kjo është. Ne kena fjalën domona ka koordinim për me ble rrushin. Normal që ka koordinim, kupton, se nuk mundem u shpërfyll, se është një çmim që përcaktohet në koordinim në bazë të çmimit të rregullt dhe të bëhet debat, rishikim dhe krejtë në fund vendosin. Përsëri ka venëri që pagojnë më pak, ka venëri që pagojnë më shumë, kupton. Po megjithatë domon që është obligim. Megjithatë ekziston një koordinim mes kompanive për me ble rrushin me çmim parafërsisht njëjtë prej vreshtarëve. Ka një koordinim, domethënë ashtu, jo i fortë, si më thon kështu, por një konsultim në mes vetë. Madje, kompania Stone Castle thot se me çmimin aktual do t'i blinte edhe 10 milion kilogram rrush nga fermerët po t'i kishin. E sa keni ble rrush për shembull këtë vit? Kena ble sa na u ka dash, janë 200 kg ashtu diçka. Po më dojë që kanë pru fermerë, jo që s'kena dash në me ble ma shumë. E me pas ma shumë, do më këshim ble edhe ma shumë, apo? Këshim ble 5 milion, 10 milion, sa të kanë, po ata kanë gjithë edhe 3 gjithë. Sipas ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, kemi të bëjmë me pozitë dominante në treg, nëse një kompani ka mbi 40% të tregut përkatës.